Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do të flas për besimin në mes të vuajtjeve. E natyrisht, Jobi është personazhi të cilit unë do t'i drejtohem sot për të trajtuar këtë temë shkurtimisht me ju. Te kapitulli 13 në librin e Jobit, Jobi shkruan: "Edhe nëse do të më vras, unë do të shpresoj në të." Një nga figurat më prekse të historisë që mishëron këtë varg është gruaja me emrin Helen Keller. Kur ishte vetëm një bebe 19 muajshe, ajo humbi shikimin dhe dëgjimin për shkak të një sëmundje. Jeta e saj duke e mbyllur në errësirë, në heshtje. Për vite me radhë, Helen Keller jetoi në izolim të plot, e pa aftë të komunikonte me botën që e rrethonte. Por përmes durimit, dashurisë dhe besimit, ajo mësoi të lexojë, të shkruajë, të flasë dhe të shpresojë. Helen Keller nuk e lejoi vuajtjen ta shndronte në viktim. Ajo e shndroi vuajtjen në mision. Ajo shkroi: "Karakteri nuk mund të zhvillohet në rehati dhe qetësi. Vetëm nëpërmjet sprovës dhe vuajtjes forcohet shpirti." Kjo është pikërisht qendra e Jobit, kapitulli 13, vargu i 15. Nga këtu mund të themi me guxim që besimi i vërtet nuk është besim që mbështetet tek rrethanat, por besim që qëndron edhe kur gjithçka tjetër shëmbet përreth. Ndaj më leoni të ndaj disa të vërteta të rëndësishme që dua t'i mbani mend. E vërteta e parë: vuajtja nuk e përjashton Zotin, as besimin. Shpesh mendojmë se besimi është shenjë mungesës së dhimbjes, por Bibla na mëson të kundërtën. Besimi shpesh lind pikërisht në mes të dhimbjes. Kierkegaardi do thoshte besimi fillon aty ku mbaron siguria njerëzore. Ndërsa Helen Keller nuk ishte asnjë siguri njerëzore, as shikim, as dëgjim, as garanci për të nesërmen. Ajo zhvilloi një besim të thellë në kuptimin e jetës dhe në vlerën e shpirtit njerëzor. Jobi nuk thot e kuptoj, për këtë arsye besoj. Ai thot edhe po të më vras, unë do të shpresoj në të, tek Zoti. Ky është besimi që nuk negocion me dhimbje, miq. E vërteta e dytë: besimi i pjekur, i maturuar, i rritur, mbijeton edhe pa përgjigje. Kur nuk marrim përgjigje nga Zoti në lutjet tona, hera herës veprojmë si fëmijë të llastuar, ikim, largohemi. Besimi fëmijëror pyet: pse po më ndodh kjo? Ndërsa besimi i matur, i pjekur thot: edhe nëse nuk e kuptoj, unë nuk do të largohem. Ndaj miq, le të shikojmë edhe një herë Helen Kellerin. Ajo gjeti pset e saj tek besimi. Të bëhej zë për ata që nuk ishin zë, dritë për ata që jetonin në errësirë, shpresë për ata që ishin të thyer nga vuajtja, nga mjerimi. Besimi i kësaj gruaje nuk ishte arratisje nga realiteti, por përqafimi i realitetit me shpresën tek Perëndia. E vërteta e tretë: Zoti përdor dhimbjen për të sjellë shërim tek jetët e të tjerëve. Helen Keller u bë zë për të verbrit, të shurdhërit dhe të harruarit, të braktisurit. Kjo grua përdori plagën dhe dhimbjen e saj si platformë shërimi për botën. Kanti do thoshte njeriu matet jo nga rrethanat, por nga mënyra si përgjigjet ndaj tyre. Ndërsa Bibla çon më thellë. Argumenti është ky: Perëndia shpesh nuk e heq vuajtjen me një herë, por e shndërron në burim bekimi. Kthemi tek Jobi. Jobi humbi gjithçka, por besimi i tij u bë dëshmi për breza të tërë. Ndaj miq, sot ky varg na shtron këto pyetje: apo i lejoj vuajtjen të më largoj nga Zoti, apo të më afroj më shumë me të? Apo kërkoj shpjegim, apo jam duke kultivuar besim? A mundet që dhimbja ime të bëhet shërim për dikë tjetër? Në familje, besimi shihet kur zgjedhim dashurinë edhe në mes të mundimeve. Në besim, besimi shihet kur lutemi edhe kur nuk gjejmë asgjë, edhe kur asgjë nuk na jep indicie pozitive. Në shoqëri, besimi shihet kur e përdorim dhimbjen dhe plagën për të ngritur dhe për të lartësuar të tjerët. Agustini i Hipos do të shkruante: Perëndia nuk do të lejonte të keqen nëse nuk do të ishte aq i fuqishëm sa të nxirrte të mirën prej saj. Helen Keller nuk pa kurrë me sytë e saj.
Ajo mbeti e verbër. Por pa më thellë se shumë nga ata që mendojnë se shohen. Jobi humbi gjithçka, por nuk humbi shpresën. Sot Perëndia na thret të kemi të njëjtin besim dhe besnikëri. Edhe kur errësira është e plot, edhe kur përgjigjet mungojnë, edhe kur besimi duket i lëkundur, ende ne mund të shpresojmë dhe mund të mbahemi tek Zoti. Sepse besimi i vërtet nuk thot unë besoj sepse kuptoj, por thot unë besoj edhe kur nuk kuptoj. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, më mëso të besoj, edhe kur rruga është e errët, edhe kur dhimbja më flet më fort se shpresa. Ma forco zemrën që të mos heq dorë nga ti. Bëj besimin tim dritë për të tjerët, ashtu siç ti, Perëndi, je dritë për mua në jetën time. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur këtë ditë, o Zot. Ruaj dhe mbroj dhe inkurajoj nëpërmjet këtij mesazhi të shkurtër. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, nëse ishte inkurajim për ju ky mesazh, ndajini me të afërmit dhe miq tuaj, ndërsa unë pres t'ju takoj sërish nesër në meditimin e radhës. Zoti ju bekoft.